Po familja. Dhe m'duket se pa mbështetje të familjes nuk kisha arrit ata çka kam arrit sot. Edhe m'duket se çdo vajzë e re, sidomos n'moshën time, ka nevojë për mbështetje të familjes. Ashtu që po dua mu falëndërua familjes time për ta mbështetjen jo vetëm ngjatë këtij rrugtim, por ngjatë gjithçka se çka baj. Po m'duket se i her sa për bukuri, m'duket se asht karakteri në vend të parë, urtia dhe ai maksimumi çka munet me e napi person. M'duket se s'ka bukuri pa karakter të mirë, se bukuria jashtme është veç i reflektor të bukurisë të brendshme. M'duket se nuk ka shtirë me mete vetvete kur e ke vullnetin e madh për këtë punë. E kam pas si rrugtim pak ma të zorshëm, për pra po them, gjithçka që kam baja ka vlejt edhe normal tanaja punë të ban me met vetvetja. Kam titullin që jam shumë krenare me ta, dhe që nuk e kisha ndrru dhe që nuk kisha vazhdua për me hje këtë titull e marrë tjetër. Por sa i përket anës të modelingut dhe të punës, do ta vazhdoj derisa të muni. Andër e kam që çdo ditë të munohem ta baj versionin më të mirë të vetes dhe të vazhdoj shkollimin. Po e kam i mesazh për çdo vajzë të re që e ka ëndrrën në zemër. Ashtë që me shpresë dhe me besim s'ka ëndër që nuk munesh me arrit. Me forcë dhe me punë të madhe, ashtu kanë me ardhë dhe rezultatet. Kështu që unë shpresë, besim si n'vetin, edhe në Zotin, edhe tana ëndrat që më realizua, u jam e sigurt në që.